Më shumë se 2 javë pas tërmetëve shkatërrues që goditën Venezuelën, operacionet e kërkimit vazhdojnë pa ndërprerje në shtetin bregdetar të La Guaria. Vullnetar, ekipe shpëtimi dhe familjar të personave të zhdukur po gërmojnë mes rënojave, duke u përballur me pluhur, temperaturat e larta, insekte dhe erën e rëndë që vjen nga trupat ende të pashpëtuar. Sipas autoriteteve venezueliane, numri i viktimave ka arritur në 4.333 persona, ndërsa 10 të tjerë rezultojnë ende të zhdukur. Banorët thonë se nuk do të largohen nga vendi derisa të gjejnë të afërmit e tyre. Një prej tyre rrëfen se po kontrollojnë çdo cep të ndërtesave të shembura, duke ndjekur erën e rëndë me shpresën për të gjetur trupin e një familjari që vazhdon të figurojë i zhdukur. Ndërkohë, vullnetarët vijojnë kërkimet edhe për fëmijë që besohet se ndodhen ende në rënoja. Një ekip prej rreth 40 personash punon me turne gjatë gjithë ditës dhe natës, duke mbuluar zona të ndryshme të qytetit në përpjekje për të mos lënë asnjë të mbijetuar apo viktim pa u gjetur. Por, situata po bëhet çdo ditë më kritike. Rënojat e paqëndrueshme, ndotja dhe mungesa e kushteve higjienike po rrisin rrezikun për ekipet e shpëtimit dhe për banorët që vazhdojnë të qëndrojnë pranë ndërtesave të shembura. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se mijërat të mbijetuar rrezikohen tashmë nga shpërthimi i sëmundjeve infektive, mungesa e ujit të pijshëm, kushtet e dobta sanitare dhe ndërprerja e shërbimeve bazë shëndetësore, duke e bërë krizën humanitare në Venezuelë edhe më të rëndë.